Janë goxha të rëndësishme po aca dhe faraqia. Njëjtë, po, e vërtet, njëjtin efekt afërsisht e kanë, përveç që prej njëna tjetrës dallojnë yndyrnat, sasia për shembull pak më lart yndyrave, dallojnë për shembull këto mineralet ose omega 3 për shembull fara liri përmbajnë më sasi pak më të lartë të omega 3, yndyrna në formës të omega 3, po kryesisht farat në përgjithësi i kanë domethënë efektet e njëjta në përgjithësi. A mund t'i kombinojnë bashkë? Po, bëjnë mi kombinu, pa problem, bilës kish me qenë ideal. E çka është përparësi për shembull që vlen me theksu tek personat me tiroide, preferohet më marrë ma shumë fara liri se sa fara qia. Një prej hulumtimeve s'fundi që e pash, supozoj që më thamë fara qia duhet me reduktu pak sasinë e tyre, jo në sasi shumë të madhe. Për shembull në vend që nëse kemi me shtu një lugë gjelle për shembull fara, është mirë mi bo 50% fara liri, 50% fara qia, sepse supozohet që mundet me ndiku me rrit funksionin e tiroides fara qia. Tash këto lumtimet janë krejt, çdo herë për shembull janë duhet pak me studiu edhe tek personat edhe me pasi efekt, për shkak se tu pas parasysh që çdo herë dalin treja, dhe normal unë çdo herë bazona në realitet, edhe mundona mi pa me synin e realitetit, e normal që mi provu edhe të njerëzit. Është një diçka që vetë nuk është që e kam testu që ka ndiku fara qia, po është një ulëmtim që e pashë normal që përderisa u bo me një numër shumë të madhe dhe prej një abden është publiku të PubMed, normal që është i sigurt, që në këtë rast du të me marrë si në konsiderat.